I nderuar zoti Berisha, të nderuar demokrat, të nderuar antar themelues të kësaj partie. Kam nderin sot flas si drejtuesi i departamentit, i cili është prova se kjo parti frymëzon akoma sot, dhe se brezi i parë i lindën dhe i rritur në demokraci beson misionin historik që kjo parti vazhdon me pas akoma sot. Brain gain apo kthimi i trunit, majtja e trunit ka qenë dhe mbetet një nga prioritetet e kësaj partie. Faktikisht do duhet të ishte një nga prioritetet kryesorë, një qeverie ku populli largohet sikur ky vend të ishte në luftë. E megjithatë, ky mision i mbetet po prap Partisë Demokratike. Dhe unë personalisht jam produkt i këtij qëllimi, duke besuar që Shqipnia, duke besuar që Partia Demokratike mbetet një nga instrumentet kryesorë që mundet me kthy edhe një herë Shqipninë në rrugën e zhvillimit. Me që sot jena të mbledhur në 35 vjetorin e themelimit kësaj partie, unë du të përmend një nga krenarit më të mëdha të këtij departamentit dhe puna e këtij departamentit, e cila ka qenë gjithmonë në të njëjtin drejtim. Merit gjithashtu e ish drejtuesit këtij departamentit, zotit Andi Mustafaj, dhe profesionistëve që na janë bashkuar nga gjithë bota në këto 3 vitet e fundit. Libri i punëve të mira është një provë gjallë se si kjo parti ka firmen në arritjet më të mëdha të Shqipërisë në 35 vitet e fundit. Dhe ky libër duhet të jetë në dorën e çdo demokratit që përballet me të pavërteta dhe me manipulimin e opinionit publik. Ky departament ka me vazhdu me kënë edhe në vitet që vijnë, jo vetëm si laborator idesh, por edhe si një laborator burimesh njerëzore, dhe ftoj secilin për jush të na bashkohet profesionist nga gjithë bota që me pasqyru të vërtetën e plot dhe jo me kënë pjesë e manipulimit që mediat fabrikojnë çdo ditë në media. Para 35 vitesh, unë isha në barkun e Nantes dhe kjo parti rrëzote regjimin e fundit komunist në Europë. Sot 35 vite më vonë, fëmijët aty në zonja dhe zotni që luftunen për me bashkë Shqipërinë e lirë, gjenden përballë të njëjtit persona të cilët jo vetëm na mohunen për 50 vitesh demokracinë, por tentojnë na rrëmbejnë edhe sot. Nuk po rrështoj këtu kontrastin që Partia Demokratike ka bërë përballë drejtimit që kena prej 12 vitesh. Ne udhëheqim betejë për liri e kjo betejë është më e vështira dhe kërkon sakrifica, kërkon shumë punë, kërkon qartësi, koherencë dhe organizim, tu marr parasysh që përballë kena një ushtri disiplinume. Një ushtri disiplinume, madje një ushtri mercenarësh. Një gjë është e sigurt që kjo parti është e mbushur me zonja zotni, qendrëstar dhe me 33 idealist. Si dje sot, Partia Demokratike ka misionin dhe detyrën me i kthy lirinë shqiptarëve. Si dje sot, kjo parti ka përballë bite atij barku që smet kur shterp. Si dje sot, kjo parti politike ka rreth saj burra gra, 33 që janë gati me pagu çdo çmim që paguhet për lirinë.